Në këtë kuadër, kolegjet e bashkuara çmojnë se qëndrimet orientuese të këtij vendimi, para se lidhen me caktimin dhe vijimin e masës arrest në burg, duhet të lexohen në përputhje me karakterin përjashtimor të kësaj mase, me detyrimin për arsyetim konkret të individualizuar dhe të kontrollueshëm, me nevojë për shqyrtimin real të masave më pak kufizuese, me vlerësimin konkret të rrezikshmërisë së veprës dhe të personit, si dhe me barën e organit të akuzës për të justifikuar nevojën e kufizimit më të rëndë të lirisë personale. Në përgjigje të çështjes së parë, që lidhet me detyrimin e gjykatës për të shqyrtuar masat alternative përpara caktimit ose vijimit të masës arrest në burg, kolegjet e bashkuara përcaktojnë këtë rregull të së drejtës. Qëndrimi i mbajtur në vendimin unifikues nr. 7 të vitit 2011 të kolegjeve të bashkuara të gjykatës së lartë, sipas të cilit kërkohet ose vendoset masa e sigurimit arrest në burg, gjykata nuk ka detyrimin të analizojë realisht masat alternative dhe mjafton të arsyetojë se masa e zgjedhur është e përshtatshme për rast konkret, nuk është në përputhje me nerin 228 dhe 230 dhe nerin 245 shkronjat Ç të Kodit të Procedurës Penale, si dhe me nerin 53 të Konventës Evropiane për të Drejtat e Njerëzit. Në zbatim të nerave 228, 229, 230 dhe 245 shkronjat Ç të Kodit të Procedurës Penale, gjykata ka detyrimin të shqyrtojë realisht masat e tjera më pak kufizuese të lirisë personale dhe të arsyetojë shprehimisht pse ato nuk janë të mjaftueshme në rast konkret. Ky arsyetim duhet të jetë i shprehur, i individualizuar dhe i mbështetur në fakte dhe rrethana të posaçme të çështjes, duke pasqyruar qartë rrezikun konkret sipas tenit 228.3 të Kodit të Procedurës Penale, si dhe domosdoshmërinë, përshtatshmërinë dhe proporcionalitetin e kufizimit të lirisë në përputhje me standardet kushtetuese dhe konventore. Në përgjigje të çështjes së dytë, që lidhet me mënyrën e vlerësimit të rrezikshmërisë së veprës dhe të autorit në raport me masën arrest në burg, kolegjet e bashkuara përcaktojnë këtë rregull të së drejtës. Caktimi i masës arrest në burg ka natyrë përjashtimore dhe mund të vendoset vetëm kur masat e tjera janë të papërshtatshme në raport me kushtet dhe kriteret e parashikuara në nerin 228 dhe 229 të Kodit të Procedurës Penale. Në caktimin e masës arrest në burg, prokurori fillimisht dhe gjykatat në vijim kanë detyrimin të japin një arsyetim të individualizuar, të mbështetur në fakte dhe rrethana të posaçme të çështjes, që lidh nevojën e kësaj mase me rrezikshmërinë e veprës dhe të autorit në rast konkret. Ky vlerësim duhet të mbështetet në rrethana specifike të faktit, në mënyrën e kryerjes së veprës dhe në të dhënat që lidhen me personin ndaj të cilit caktohet masa e sigurimit, përfshirë personalitetin, sjelljen, rrethanat individuale dhe familjare, si dhe çdo tregues tjetër të rëndësishëm për vlerësimin e rrezikut real, procedural ose shoqëror që ai paraqet në çështje konkrete. Kur verifikohet rrezikshmëria e veçantë e veprës dhe e autorit, në kuptim të nerit 230.1 të Kodit të Procedurës Penale, masa e sigurimit arrest në burg përligjet si masa më e përshtatshme që garantojnë nevojat e sigurimit. Rrezikshmëria e veçantë e veprës dhe e autorit nuk nxirret vetëm ose kryesisht nga natyra e krimit ose nga marzhi i dënimit, por nga vlerësimi i ndërthurë i rrezikshmërisë së veçantë të faktit penal, i mënyrës së kryerjes pasojave të ardhura, i personalitetit të pandehurit, i sjelljes së tij, si dhe i rrethanave të tjera të rëndësishme dhe të lidhura nëpërmjet tyre për rastin konkret. Në përgjigje të çështjes së tretë, që lidhet me barrën e justifikimit të nevojës për caktimin ose vijimin e masës arrest në burg, kolegjet e bashkuara përcaktojnë këtë rregull të së drejtës. Në interpretim të neneve 228, 229 dhe 230 të Kodit të Procedurës Penale, në lidhje me nenin 53 të Konventës Evropiane për të Drejtat e Njerëzit, barra e justifikimit të nevojës për caktimin dhe vijimin e masës sigurimit arrest në burg i takon prokurorisë, ndërsa gjykata ka detyrimin ta verifikojë dhe ta arsyetojë atë në çdo fazë të procedimit. Prokuroria ka detyrimin të paraqesë dhe të argumentojë në mënyrë konkrete faktet dhe rrethanat që mbështesin nevojën e kësaj mase, përfshirë rrezikun konkret dhe papërshtatshmërinë e masave më pak kufizuese. Në vendimarrjen e saj, gjykata nuk mund të kushtozohet nga paraqitja ose jo e provave pozitive nga i pandehuri. I pandehuri mban vetëm barrën e paraqitjes së rrethanave faktike, personale, familjare, shëndetësore ose rrethanave të tjera, kur i ngre ato si argumente në favor të masave më pak kufizuese. Lidhe me zgjidhjen e çështës konkrete, kolegjet e bashkuara vlerësojnë se pretendimet e rekursit nuk gjejnë mbështetje në ligj. Argumentet e rekursit të mbështetura kryesisht në natyrën e veprës penale, sasinë e lëndës narkotike, marzhin e dënimit dhe rrezikun e përgjithshëm të largimit ose përsëritjes së veprës nuk mjaftojnë për të justifikuar automatikisht caktimin e masës arrest në burg, në mungesë e një analize konkrete që të tregojë papërshtatshmërinë e masave më pak kufizuese. Edhe pretendimi se vendimi i gjykatës apelit
është i mangët për shkak se nuk ka arsyetuar hollësisht mënyrën e ekzekutimit dhe mbikëqyrjes së masës arrest së shtëpi, nuk përbën shkak për prishjen e vendimit, pasi përmbajtja, zbatimi dhe kontrolli i kësaj mase parashikohen nga aneni 237 i Kodit të Procedurës Penale dhe nga kuadri ligjor për ekzekutimin e vendimeve penale.